botës, isha duke thënë shqiptari, jemi mësu me thënë shqiptari. Jo shqiptari, për më i forti i botës në këtë sport, që tashmë në botë njihet me emrin strongman apo njeriu i fort. Hulkun e kemi sot në emision si që pat, jarëzova dorën, nuk është edhe aq i fortë, më thonë qysh po duket. Mirë po për eksperiencën e ti, ka rrëfime shumë interesante. Bujar, mirë se erdhe. Mirë se vëzeta. A ma fështirë me rëdzu dur, a mi mbajt mbi trup, mbi gjëks, mbi shpin 2000 kg. Jo, ma letë me ka ardhë me mbajt 2000 kg. A thupse? Dhuntia, a? Po, dhuntia. E vërtet. Na bone krenar, të gjithve, po besoj që për vetën se ke bo, këmi ditë sa shumë krenar se e ke ditë, në një emision paraprak që ke qenë pikërisht tek ne, ke thënë që do ta shënosh edhe këtë rekord, kështu që po më duket ka qenë e pritshme. Si do qoftë, eksperienca, momenti, më pas dallon gjendja emocionale, gjendja fizike. Na e përshkruaj, do më thonë si ishte tërë këta thas ti mbash mbi trup. Po, këtë mi përshkrua pak problem. Edhe më janis me përshkru, nuk e di as qysh mi përshkru. Se është sa shpesh e modhe, sa që vetëm kur ish i pajshëm thost në cimentë, dhe që është një famdjenje shumë e modhe, shumë e sikletshme. Po, me ushtrime, me pregaditje, në falë Zotit, ja rritëm edhe me finalizu me sukses edhe mi mbojtë 2000 kg. Edhe pse qëllimi ka qenë 2500 kg. Që ka ndodhi, do me thënë? Edhe pse ti faktikisht s'ke pas konkurencë, askush deri tash nuk i ka mbajt as 2000 kg. Sa është rekordi para teje, Eden? Unë e pa ta bo rekordin parë që kom pasu, kom bo 1531 kg. Po? Ndërsa mas 2 viti më zgabosha, 2 viti zhyrë që shtu, një sportist tjetër nga India, ka arrit me mbajt diku 1800 kg, nuk e di sakt, po nuk i zgati shumë gëzimi, për arsye se shumë shpejt, do më thonë, e ktheva epitetin e rekordit temi, do më thonë, me 2000 kg. Po mirë, aty e ke pas plan me mujt, do me thonë, këtë indianat, e? Po. Po këtë herë e mujt e vetë vetën? Po. Tash, unë për vete, se që ceka dhe më herët, qëllimi jam ka qenë, do më thonë, me shoku botën me 2500 kg, po arsyeja pse nuk kem mbajt 2500 kg që ka qenë se frika e madhe. Tu lodhen meshqit po mduket. Jo, edhe që ju lodhë se e kam bo një punë jashtëzakonshme, kanë qenë, do më thonë ata fizikisht pregaditun shumë, po qëllimi ka qenë frika e madhe. Pse? Frika për ty? Jo, për mu, po ndaj, për shembull të kom pasur në vllaznin. Familjen, do me thënë. Zakonisht në kur të bëj një rekord, sanën e parë që e bëj, do me thonë, du me pas krah vllon. Pse? Arsyeja është shumë e thjeshtë se ka mundësi për shembull dikush me rrug panika, mutut, ose mos mujt me hek peshat, e kur e di për shembull që e kam vllon atë, unë e di që ai do me thonë kum lën këtu. Do me thonë e ke krahjalt vllaun. Po. Është i trajnuar edhe ai për një... Po, është i trajnuar edhe... Do me thonë dhe i ke besimin që... Po, ja. Aja është edhe i trajnuar, po edhe është magjister i farmacisë. Edhe do me thonë, pastaj e kem ata shokët, cilë për shembull kom pas nga Mrapa, Besim Uzacin, ai cili do me thonë gjithmonë ka nejtë krameje, ai përpara më ka përgatit non-stop, edhe ai do me thonë ka motiv shumë. Qëndrimi ti Mrapa meje, do me thonë, për mu ka qenë motiv shumë i madhë, edhe pse ka hezitu më najtë Mrapa, për arsye se ku është hezitimi ma i madhe, që po të ndodhë diçka do me thonë me shëndet? Po, me shëndet. Po tash, kjo besi farmacist, magjister. Vllajam farmacist magjister. Tjertë, krejt mjekët, të thonë, ti nuk e din, do me thonë, pjesën e mbrëmshme, sa është e ndishme. Ma të pëlqit në i damar, edhe... E kjo ka qenë, do me thonë, frika e madhe, sidomos edhe ndaj stafit mjekësor. E ke pas sigurinë aty stafit mjekësor? Siguria mjekësore ka qenë, do me thonë, nivel, veç në qovë se kum pas dekën, që dekën së në nërë kërkush. Se qovë se kum pas lëndime, do me thonë, nga dy
spitalet vështëre, domethënë aja që është urgjenca, edhe kjo tjetra që është familjare, kanë qenë ato prezent. Emergjenca e spitalit vështëres, domethënë drejtori, ky Besim Ozaçi ka urdhënu, domethënë nga ora 4 deri sot kryet rekordi me kënë komplet pajisjet përgatita, se në qofë se mu umprojnë pa vedi atë, me ragu direkt stafi. Domethënë ka qenë një përgatitje, domethënë shumë. Po, kjo përgatitje atë jep ke forcë, apo një farë të ashton pak edhe stresin? Se thu që ka po bëhet me mu kështu? Në momentin që s'kam qare pa përshëndet edhe drejtorin e komunës Gëzim Sarasin, kërë me ka dërgu, sa im ka një mu shumë qash që organizimit për përgatitje të mjekve e këtyre tjerëve, mi qëjt 2 dokumenta. Tash një dokument është nga urgjenca, cilë të këshin konfirmu që jena hazder, edhe tjetra është nga mjek, cilë të këshin me qenë prezent. Edhe sinqerisht kur i kum lexu, domethënë atë një farë lloj panike bëra, apo shkoj me thy rekordin, apo shkoj me dek. Apo shkoj me dek, domethënë me nënshkru vdekjen, a u dashte me nënshkru? Po, ja s'e Çka të than mjek, domethënë, ai ke pas ndaj mjek, s'po e përmendim vllaun sepse ai qenë ka dhe profesionist edhe motivi për me arriti më shumë, domethënë ai nuk ti thot disa rreziqe domethënë që i den. A ka pas ndaj mjek që të ka demotivuar dhe të ka thonë ku je nis kështu? Jo nuk ka pas, përveç se motivim. Ka pas prej anës, domethënë mjekësore, njëri prej që e mojnë mend, që me ka thonë, ka qenë ky Besimi Ozaçi, ato e di që më ka thonë bojar, edhe qoftë se tu vidia 5 sekunda më së bë marak. Po, se mundet me ndonë. Atë veti na jamaneta ki? Jo. Mirë. Ato tha 5 sekunda dhe më thonë nuk është rrezik i madh. E kjo më ka jep vullnetin e madh. Po. Sa që momentin e fundit kur ju met pa frym, tash imagjinojmë 2000 kg ku pas në trup, për zotin e madh kur më ka ngadalësu frymore, unë ka rënë me fjalët e dinaj. Edhe nuk fillove me numru. Po. Atë 5 sekundë qenë. Kur tu ka nalë fryma, tash nalim do më thonë të kjo pjesa, qysh ka qenë ndjenja, qysh ka qenë emocioni. Ti këso ushtrime bën shpesh, do më thonë, sepse s'mundesh me arrit një rekord nëse nuk e sprovon vetën duke i shtu kilogram. A ka pas ndonjë rast që ke mbajt peshë edhe më shumë, por që... Jo, nuk ka pas rast. S'ke gjiru, s'ke... Neve, përgatitjet për këtë peshë, për me mbajt, do më thonë, i kem përgatit vetë fitness. Nuk kom qitë peshë me thonë që me provu. Aja që ka qenë për mu, do më thonë, ka qenë me forcut pjesët e trupit. Për shamull krarot, qykshin, bicepsin, barkun, shpinën, kamt, do më thonë që të i kom ushtru me pesha mbi 500 kg, do më thonë, gjatë fitnessit. E njëna prej arsye pse unë kom arrit me mbajt këtë peshë ka qenë edhe kjo, përgatitja fizike kur është në nivel edhe është stabile, do më thonë, nuk është për problem. Po mirë, e qysh guxove, do me thonë, qysh e deshe që trupi mundet mi maj, do me thonë, 1500 kg, 2000, sepse këtu ka qenë sfida e parë, do me thonë... Une, erën e parë, kur kum dasht për me hym liber të Gjenisit, me 1530 kg, 31 kg, ka qenë do me thonë konsultin e parë që e kum pas, qysh mja bo, a me hi, e kisha trem, e kisha shumë sane, ka qenë bashkëshortja ime, edhe do më thonë nuk konë njëna prej motivuse kryesore që më ka motivu për me hi në rekord 1531 kg. A e sigur që ka qenë motivuse? Po. Mos e ka pas në i qëllëm tjetër? Allah, nuk e di. Me shaka, që ta se kum parasit, se ke mendua, mendoje. Ta shko shprej flas me tonë. E përshëndesim nëse është duke në ndje. Po? Edhe pastaj kur ka fol me Gjenisit, ka kontaktu e dikur ka pat fillu një farë panike më mbrok, tash mos nuk po muj. Se përne peshat që i kum ngrit, ose që i kum tërhek kamion, ose që i kum nalë vetura, do më thonë, gjithmonë e kum arrit qëllimin tem. Po kësaj here, tash ishtë stresi maj madhë, për arsye se ishin rregullat shumë strikte. Çka ishte ma strikt? Çka të friksonte? Po, njëna për rregulla për shembull ka qenë strikte organizimi. Shembull për bëjnë qofse ai Gjenisit kur ka ardhur në Kosovë, edhe i ka po, domethënë, qofse vetëm në para se morë Kosovën, në fakt nuk ka thonë, bojar, kujdes gjatë rregullave për arsye se qofse nuk shkon sipas rregullave të Gjenisit, neve veç mundom me thonë ditën e mirë dhe përfundon gjithçka për neve. E
Çfarë rregulla kanë qenë ato që jetut që s'po mundesh? Rregullat kanë qenë njëna për rregulla ka qenë me kanë për shembull aja ndrasa që mbajshëm përpara trupit, u dosh me qenë sakt me centimetra. Tikon 2 centimetra mos ka bosha ka u dosh me kanë trash, pastaj Krejt kjo ka qenë për siguri. Po, mjekt, policia, publika, tjetër që ka pas, atë se për harroj se drafsh 3 fosë mi kanë zhë. Jemi e të pafrym, për që ata tash edhe harran. Ka mundësi, Edhe i përmbajte, do me thonë, gjitha këto, i rregullut? Po, i kena regullu, do me thonë, kena pas këtë 6 trest madhën e kom pas me arrit gjithë këtë organizim. Ta shesh edhe onda për shembull kur ishës me ditë atin sa është interesun publiku. Se publiku është pak edhe problem me ardhë me këtë sport, po vjen me po dimnjeri të dosh me dek. Po, pak e... Po, unë i falenderoj shumë edhe e fështirë, do me thonë, për... Shumë falenderoj publikun që kanë ardhur, kanë përkrah. Na jemi shqiptari, i dojmë, do me thonë, këto ekstremet edhe... Edhe mos haraj me falenderuar ata shokë që më kanë ndihmu me qitë thost, pastaj e kam për obligim mi falenderu një 6-7 shokët mi. Hajde falenderoj. Ata ma kanë mundësu me pru Genisin Kosovë. Pas ata djemë, pas ata shokë, unë e veç vetë nuk shamët me arrit. Do me thonë ata e krynë pjesën organizative? Ata jo pjesën organizative, po ata kanë krynë, do me thonë, pjesën e pagesës, shumica. Pagesës është dash me pagu? Mundemi me tregu, është pagese e lartë? 80 mishi. 10 mishi? Po, për ata me ardhë, me thonë? Po. Këto se pas kanë ditë dhe ka mendu që ata duhet me... Këtë shkojnë me pagesë. Me pagesë. Pas ata shokët mi, që i përshëndes shumë, edhe pse unë e kam qef mi përmend me emnat, po ata më kanë thonë mos na përmend emnat. Tash po më pëlqejnë halama shumë. Tash ata e din kush janë. Ata e din kush janë, kjo është më e mira. I pas kjo shokët vërtet, definitivisht. Definitivisht mos me thonë thonë Genisi nuk e kisha pru në Kosovë dhe nuk i shkru bota. Mediat më të mëdha amerikane, angleze kanë shënu, domethënë për këtë rekord, sa që janë befasu, po ashtu janë befasu edhe për organizimin që e kena bën në Kosovë. Kjo është pjesa shumë e mirë. Çka të thanë, diçka të veçantë, do me thënë, ata të Genisit? Me veçanta është, si unë ka thonë, qysh është e mundën, halo pa përfundu rekordin për mënën për rekord tjetër. Do thonë, une isha të bisedu me to, aja pa i ke peshen, unë zverë njëri. Edhe, unë e thesha tash e kam një rekord tjetër, mas këtinaj. Edhe, do me thonë, një thejke, qysh ka mundësi ti halo pa e kry këto, se din që ka pëndodhë me ty, po mënën për një rekord tjetër. Po, kjo ka qenë për mu shumë interesante, kur ma ka thonë të të sen. Paramendoje për ata sa ka qenë interesante kjo. Mirë, e pam aty edhe një moment, do me thonë, kur dashta 2500 dhe atë reagimin me kokë. Çka menduan tjerët? Pse nuk u realizu 2500? Kjo ishte lëvizje e kokës tënde, që i friksoj se mos nuk pëndjesh mirë, apo çka unë nuk kuptu me të? Në momentin unë kur e ngrit, do me thonë, mas e mjekt, që i kanë kry ato rregullat e veta, që mi kanë mot shtypjen e... Po, dhe shumë interesant, shtypje nuk e ke pas mbi 155. Po, 55. Edhe aty tani që e di mos ka po shoh vlloj madh ka ardhur. Edhe ma ka po jo, më nuk u zë me shti. Edhe një shok tjetër ka qenë për mas, edhe ai më lagë me ujë. Edhe të përkthej këtë thëmë, ma thëmë se këna rekursi tjetër, edhin, si të në tjetër, mos më lagë. Edhe në atë moment do me thonë... E pse dy sfida për një herë, pse mi ndove kështo? A është në rregull kështo me... Normal, mi u kalzu, bot tësh që trupi jam, do me thonë, ka diçka ma ekstra se ke trupa tjerë. Po, edhe? Edhe këtu do me thonë, e nalën. Edhe ta që i publika autor hini në për salë, edhe... U prish, ajo pjesa. Ajo është ende, do me thonë që me vazhdu? Po, gjetim konë. Kush ishte ai që e mori vendimin dhe tha për sot kaq? Vllau. Vllau i madh. Edhe duhet me ngudu, me thënë vllau. Tani bashkangjitaj vllau i vogël, që ai farmacisti, si rekord. Dhe s'ke pas kanë me mund në fakt, sepse ti ke qenë rekord, faktikisht e ke te i kalu veç vetveten. Ajo është. Po unë kam një informacion tjetër, do me thënë që e ko marrë, që kjo nuk është e rastit, kjo dhuntie jotja. Nuk është, do me thënë, as që ke punu shumë, po se po. Mirë po është dhunti, sepse qysh kur ke qenë i vogël, qysh si fëmijë,
ke bo gjana tilla, do me thënë, dikun moshën 10 vjeqare, edhe pse atëherë nuk janë regjistru, mirë që s'po e thuti, po ma kanë thënë të tjerët, që për shembull ti e ke lëviz traktorin, e ke shty traktorin, ke ba këso gjana që jo dikush tjetër, do me thënë, ka mujt me bërë diçka tjetër. Është edhe... S'po ta tregoj kush ma ka thënë. E vërtet është për arsye, pa mo këto, kur kam qenë fëmijë, shumicën e rasteve nuk kam qef me tregu për arsye se s'kem video. Pikërisht ta përmenda unë që s'ke video, por janë realitete që mi kanë tregu njerëzit që i ke rreth vetes. E tash kur ti tregëm për shembull, kur të shen 10 vjeçar ose 11 vjeçar, thotë qysh ka dole ti kulsheder. Po ka ndodhur se unë babgjyshin e kam dashur. Edhe babgjyshi jam ka qenë i fortë fizikisht, se ka punu punë fizike shumë. Edhe e pash aty e shty traktorin. Edhe njëherë unë qëlloj shpe vetën, veç e qes në lërë traktorin edhe i shti durt, po ka qenë si të pjezë ato në bërë. Besa në zëtë një 10 metra e kumë shty, që ashtë desh diqa, ama e arrita qëllimit. Edhe pa ta shty. Tjetër çka ke bo? Ta tjerat kalzoj t'i Që për shembull të fëmija mi, kur t'i kalzoj t'i kuj si djali jam, 3 vjetë e ka shty kjerën 1.6, a i zbesan, po ja kalzoj vidon. Më qeku ki vidon këshere. Ashtë ma letë. A na, shamull përbej, kem pas shumë ashtit, se nuk kem pas një kja 33 lejt, kem pas as me gjarpës në leshin me lujt, se përshërë si të më babarin. As me gjarpën! E mirë ke kjo. Ma kujtove atë gjarpnin, shumë loj e mirë kënë. Do me thonë fëmit ju shtrën tash, apo tu të pa ty? Sepse fëmija pitë që tu pa qka bën printe? Une fëmijë njëherë për njëherë nuk i nëzisë kështu, po i nëzitu të pa? I lo vetë me vendosë. Ka rast të shamull, gjalli i madh e ka atë energjin të amet mrenshme, kur të rogë për shamull me qitat energjit. Na i kërë, na i diçka. Në shpe atë shamull bëj merë lugë, piruna, dredhan, i kop karikat, i qënalt, ka qef box, edhe që ato shfridzoj rastin. Po pastaj kur ti te kalen kje, të në shedin pak ma... Do me thona, qka logaritë kjo energjie të prume, apo... A je konsultu me ndonjë mjek, për shambull? Jo, si konsultu. Po, është kjo proces... Nuk e di, për zotin nuk e di, vesh unë për veti, ka pas raste, kër nuk ka rogë që kjo energjia. Për shambull, në pandemi, kër s'kira këtëzu me dalë, e më rogë që shtë energjia, s'kesha qa me bo, kër s'kesha qa me cu, e mërë shagrune që që e Lete pas ke pas. Po, bëjshë bisepsa me fmi. E mirë kjo, edhe pse s'po besoj që t'ka mjaftua jo pesh, po si të qoh pak energji me heq. Mirë, përveç kësaj, do me thënë, je duke bo një përgaditje tjetër, a me zbulu? Zbulu. Po, na besoj njerëzit, do me thënë, nëse e tregojnë këta. Po, besoj se tash është interesant për të regaj një ras me një kujshitimin, kër e pa ta nol veturën mas pare, edhe del vla i thëtë qështë e ka nol bërojë veturën. Thotë, ja, mas ka shansa, thotë, po, sa të regova, problemit e këto telefonat. Telefonat, po. Kur se arrej me Sënë Eriksen e këna pas incizuat video. Po. është diko në YouTube, kër në konë shumë i ri. Në faqën tane? Jo, është... Që me pas mundësi me e gje, do me thënë, edhe... Po në është atë është po, problem. Pak ma problem. Edhe, thëtë, jo, që pëse nëllë e veturën, edhe në një foli kjerën. Po vish nga trego qysh me nëllë veturën? I delë për para, veturës edhe e kop. A jep, gasti se len me isë. Edhe, vjen të shpija, ta i vlotë qështë, po thëtë. A the, po bona me kërë. Thash, hade për hajko, thash, dilë shkallëm. E lidhë me i natë, e hypa kjerë, hes, livrit kjerë, mirë bëllë, me jep qesat, jam ora qesat e kjerë. Edhe... Vesh më së më që ja ke këthy? Ja, po ja këthy. Normal. Edhe ta i më fund më thonë dikush që banderin e kam i besu. A i the, kjo është i forti i botës që e hanë edhe hekrin. Ja, kjo është kër e kum lidhë me litarë. Ja, të jep shumë i ri, dhe më thonë. A është interesante kjo? Po, shumë. Këto për shambull se ka bo kërkosh në botë. Hajda, mundim me pas... Imagina për shambull, qka ke bo këto? E kum lidhë veturën në pjesën... E trupit, belit? Po, belit. Në bel, jo në kra. Po. Se në kra është, do më thonë, malet, po në bel. Edhe e kum ka për shtyllë
Elektrike. E pastaj vetura hec. Edhe nëse kumlon me hec. Po më rrezik ku kon më rrezu shtylla elektrike. Shtylla elektrike, po këtu pas ka qenë rreziku, që pse për shtylla elektrike? Kam me bo një video, një sfit, po nga dështaj. Puna e mjetëv, edhe tash të regova që shumë rrugë mua ja. Edhe që kom thonë gjithë kjerë, prona kjerë, e kom shti më orë për shpije, para me në, edhe e këna bo. E pam deri... E pam deri në fund, po për arsye se po kemi telefonatat vazhdueshme, nuk po mund të më vazhdimisht kemi telefonues, nuk e di nëse ka ndonjë pyetje me bo apo për temën që e patëm më herët, por s'po dalim prej kontekstit, do me thonë, po mbetemi edhe pak këtu. Sfidën tjetër që kime bo, më ke thonë që kime ngrit helikoptere. Po e vërtet, është kjo sfidë, do me thonë, është që sa kohë kam Andër? Andër. Po arsyeja pse nuk kena mujt me realizu dhe sot ka qenë probleme se në Kosovë nuk ka asnjë helikoptere, edhe jena rënë kontakt me një firmë atje në Shqipëni, përmes një shoku të Pejës, që është përfaqëson ato. Edhe ai domethënë u munu në atë mënyrën e vet, që më na e bë sa më lirë, po prap kosto hip ke shumë lart. Domethënë çdo vit kosto helikoptere shkon të urrit. Para kësa heri ka lyp do të thonë dikon 13.200 euro mos gabosha për një orë me pru helikopterin në Kosovë për me bosi trekart. Tash imagjinat të shamull veç çfarë një herë e ki ngarkes për me ngrit, me mbajt helikopterin në krahor, pastaj e ki ngarkes, a mos nuk po del çaja orë. E çka me bota nëse. Kjo është shumë interesante, do me thonë, me qenë ma i mirë në bote, në anën tjetër puna e financave për 2-13.000 euro, mos me mujtë, do me thonë, me hezitu, kjo është pak e dhemshme. A ke kërku ndonjë financim nga komuna, nga institucionet, edhe pse është dasht vetë me ofru, po besoj? Sa i përket komunës të Vushtrës, komuna Vushtrës më kanë ndihmu me atë kapacitet se ka. Edhe ja di shumë për faleminderit edhe kryetarit komunës, po edhe stafit tinaj që domethënë, sidomos kësaj here ka qenë perfekt, domethënë organizimi përmes atij drejtorit gëzimit Saraçit. Domethënë ka qenë diçka për mua ka qenë shumë e bukur. Edhe ata kanë ndihmu ashtu sa kanë pas mundësi. Sa i përket kostos për shembull 13.000 euro, pastaj edhe gënisi sa lyp me art me ata stafin e vet se diçka kjo bëhet diçka ekstreme, diçka që ta shkande me thonë kostot dhe dikon 22-23.000 euro, bëva ki shkand. Komuna veç vet nuk e besaj që ka atë mundësi me të ndihmu veç vet pa folur me Ministrinë e Jashtme, me Ministrinë e Sportit. Po, mu po më pëlqen që e përmende do me thënë këta, jo pse ka qenë planifikumi, pse ti po kërkon me të ndihmu dikush ose këta, po e them me shumë sinqeritet, por unë besoj që ka njerëz të cilët duan mi pa bota këto rekorde, dhe që njëra edhe në baza vullnetare do me thënë do të financojnë, nuk e di pse e kam këtë bindje, për me pa do me thënë një krejt bota, diçka që s'është bërë më parë. Nuk e dyshoj këta fare, do me thonë se jemi të organizuar si shoqëri edhe ndihmojmë shumë, do me thonë, njëri tjetrin. Në rast të tillë, do me thonë, s'po besoj që ka hapësirë fare për hezitim. Kosova dhe shqiptarët dojnë me po këtë rekord e me pas veni jonë. Atëherë unë i bëj thirrje që më na kontaktu me fol me neve edhe me fillu pregaditjet me Genisin direkt që për me lanë një datë kënë mëndë me bo rekordin me helikopter. Po, ndonjë sponsor, ndonjë, do me Po, thënë... kjo është për normal, se unë edhe shokëve ju këmë thonë, nuk mëna vesh një shokët mi marë pare. E qartë, po mirë, mos ndalim më shumë të kjo pjesa se s'po du me dhonë këtë kahje, do me thonë. Mirë, po e rëndësishme shumë. Për me arri, do me thonë, kjo e rëndësishme shumë. A ka bo dikush në botë diçka të ngjashme, edhe na trego qysh po mendon me realizu, nëse veç krijohen financat? Po tash është një austriak mos gabosha, i Austrisë mos gabosha, ai ka tentu me bo këto, po nuk kish pas arrit me hi. Pastaj unë rregulla për me mbajt helikopterin është do të me kriju një bin. Bin, po. Edhe tash në bin, do me thonë, bjen helikopteri, edhe te ngrit edhe binën edhe helikopterin. Bashkë me binën? Po. Çfarë peshe ka helikopteri? Helikopteri tash në varet për shembull për minimum 1.000 kg po.
Tash, ai për shembull që e ka bo, mos gabofsh ai kalon peshën 600 kg. Po. Se kalon helikopterin më lëshu. E thash, kur të bëj, unë e bëj me lëshu helikopteri krejt, se nuk leje me 500-600 kg me majtë. Po, ti tenton me te i kalu atë. Po, e ki vogën, për shumë peshorën, Po. të him peshore dhe kur të bjen helikopteri, din sa kilogrami ki. E ku dallon kjo prej kësaj ngritjes së peshës që e ke bua? Është domethënë forca e helikopterit? Pse është kjo sfidë më e vështirë? Sepse në anën tjetër këtu po flitet për 1000 kg, e kënej ke pas 2000 kg. Jo, më e vështirë, nuk munda me thonë më e vështirë. Po? Se kjo shamull për bëj rreziku është më i vogël. Se peshën që e kom qenë 2000 kg. Se shamull për bëj nëse ti s'mundesh me mbajt helikopterin e lëshon. Po. Më e parezikshme. 2000 kg që të edhe mujtë e s'mujtë, që ato të kanë metë. Kupton? Amo rrezik më se po tash me lëndu shpinën, më tash me lëndu gjojt, më tash me lëndu se tash 5 kg shqitëser, ose 2 kg me marë, edhe me mbajt në kitë pozicion, dikur janë nisë dora me të rasi mi pas 10 kg. E vërtet. Tash imaginat, shamull, për bëj, pesha 1000 kg, dyfishohet. E që të është, të më thonë, rëndësia kësaj peshë. Dhe plus kjo bët pa ushtrime faktikisht, ndodhë për herën e parë, sepse së mënesh me bo një të dytë. Edhe kjo të më thonë do të ashtë. Edhe kjo po besoj që është sfide ende ma e madhe. Se do më thonë, neve do të vetëm kam të dhe trupin me forcu, për me arrit këtë rekord. Këtë bisede zgjatëm pak më shumë, por po mduket që ja vlen sepse janë gjana të cilat nuk është që i kemi dëgju më herët. Po kemi në vazhdimsi telefonues, do me thonë, kështu që njërin prej tyre po i inkuadrojmë dhe shohim se çfarë do të na thot, alo? Përshëndetje juve, nga diaspora. Faleminderit. Edhe përshëndes musafirin tënë që e kinë studio. Ky është i yni, nuk është veç jemi. Gjithve, i të gjithve, po lumë zoti që e ka folë kësi njeri që i duhet Kosovës për me rritë në shtetet evropiane që kemi edhe të na sportista edhe gjithë shka kemi, por e kemi një të mirë që la nuk do zomi për pa rrit atë qëllimin në majet evropiane me mri emni Kosovë edhe Emri këti ka rrit në botë. Do me thonë Evropa është e i kalu, është më i forti i botës për momentin, i vetmi që ka mbajt 2000 kg mbi trupin e ti. Allahi edhe forca gjithmonë do t'jetë mbi peshën e tina dhe mbi Allahin, kështu që bravo i qoftë dhe për kraje. S'po e dëgjojmë? Kur kra për kraje për shtetit, atëherë njëri mundet me arrit gjithçka, gjithçka vetëm duhet për kraje edhe forci e këti personit, ti vllaton. Ti mirë për ti këto, veç si kur ta kish prit kjo shtetin i shkon shpet, do me thonë, se kish njoft kërkush. Kështu që ti dosh me tregu potencialin fuqin, e më pas shtetit du të me tregu nerën e vetë. Bugjeti. Nera vetë o bugjeti. Edhe Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirat edhe ty. Kemi edhe disa mesazhe me rit, Hajde janë lexoj. të gjitha të njëjta dhe një që më ranë sy ishte valla inshallah nuk takohet me mu që ky hulki se rrafsh një kilometër ko me ik larg këti. Jo, bre, mos u tot, se edhe dorën se kishte të forta shumë. E kemi një tjetër. Hajde po e marrim edhe këtë. Shpejt, alo? Alo, përshëndetje. Edhe juve përshëndetje. Veçanarisht për përshëndes vllahun ton Bujarin, Po? rekordmenin botnor. Respekt për ta shumë të madh. Unë jam një dëgjues prej fejes. Po? Edhe deshta me ju tregu që atë ditë kom shku prej fejes veçanërisht për me përkrah vllahun ton. Bravo. Që ju uroj sukses edhe në tarmen dhe rekorde tjera. Faleminderit shumë. Cili rekord kishe pas qef, do me thonë ky me arrit pas këti? Po mendoj këtë rekordin me helikopter. Kështu që unë po bëj apel të krejt shqiptarët që me përkrah vllahun tonë edhe në aspektin financiar,
edhe të qeveria edhe të shtetit, sepse bujari është një pasuni kombëtare, E vërtet? e vushtrisë edhe E vërtet. një pjesë të Kosovës, e familjes tij, po gjithë shqiptare, kështu që i lutëm gjithë shqiptarëve, shtetit, qeverisë, ministrisë. Mirë që e bërë edhe ti këtë lutje, por ma s'kisha pas dëshirë, sepse s'po du me e shëndru, do me thonë këto në një emision me tinglu që është diçka humanitare, do me thonë, sepse s'ishte këtu fare, do me thonë, synimi, dhe zbesoj që as bujari ndjehet mirë. Me ndihmu, me arrit rekordin po, dhe nuk ishte ndonjë shumë që nuk mund të sigurohet, mirë po mos tingloj, do me thonë që bujari po kërkon lëmosh ose diçka. Këta, do me thonë, s'du, edhe kush e një bujarin e din që s'qëndron ajo fare. Faleminderit shumë. Faktikisht bujari ka arrit këto suksese, kështu që tash motivi i tij edhe vullneti i tij është për me arrit rekorde tjera, kështu që për atë arsye edhe po bojmë Po, e thash edhe unë më herët, do me thonë, unë e nisa me këtë. Në nga krenar për krejt që ka bu ki për krejt rekordet që ka arrit deri sot. E vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë e di që ti kemi arritë edhe qëtë rekordin, do me thonë, se këto veç që i ke thonë vetës, tash ajo energjia jote akumulohet. Mirë po, unë i di që ke plane edhe tjera, do me thonë, se ti sa e the një rekord e ke mendjen, do me thonë, të tjetëri si qka kime bo. Në afat gjatë, sepse kjo lidhët pak edhe me moshën, po besoj që edhe organizmi dhe trupi nuk shkon duke u forcu, por duke u dopsu, nuk e di çfarë moshë ke. 39 vjeçar. Po, në këtë sport, se dia vlenë si kurse në sportet e tjera që... Në këtë sport është interesant se mosha nuk lunë fort rol. Vetëm ushtrimet, a? Ushtrimet, për arsye se trupi ashti forcohet ma shumë. Ma shumë se kur i ki 20 vjet, 25 vjet. 20 po nëse e kalon 40, To është s'po di. problemi, jo, unë në gjë për shembull strongman që i ka ofër 59 vjet, po ka bo për shembull mërkullina. Po. Mirë, cili mendon si do t'jetë rekordi më i lartë? Cili është synimi që ja ke caktu vetës që kjo do t'jetë e fundit? Vallahi, tash, unë edhe një pyetje ma kanë bo. Është kështu njëjtë, po unë fundin e këtij sporti nuk e shoh. Nuk e sheh. Nuk dihet çka mundet. Pyetja që më ka bo mu është kur ki me lanë sportin. Jo, kur ki me lonën e s'po du. Ka qenë kur des. Po, kur t'u mlena i mu. Po. Asaj përket unë rekordit, unë kam rekord edhe kur t'i bëj 70 vjet. Dhe tash nuk pe di cili ka me thonë, do me thonë aja. Cilin e ke në mendje, do me thonë, a ki diçka në mendje pas kësaj me helikopter, që këta kemi realizu, s'kam fije dileme në këta. Po me helikopter, unë Veç në i ndërtej samanit kohë që si jam I kam edhe 4 rekorde, për shembull tjera në qoftë se nuk mund me moralizu kjo financiarisht. Se do më thonë tash rekordi dallën për rekordit. Shembull ky rekord me helikopter financat janë shumë të mëdha, do të thonë shpenzimet, ndërsa është rekordi tjetër që atë shpenzimet ka mundësi me thonë më pak. Për shembull një pyetje që kam menuar është mi tërheq dikon 12 deri në 13 vetura. Njëna mas tjetrës. Është rekordi botror 11 vetura mos nga bosh është. E unë mëna me bë, domethënë 12 ose 13 rekorde. Sa a e ke provu derisa Jo, se ke mujt? Po, do me thonë llogarit që po. E domethënë tash ndodh edhe gjatë fjetjes me menu. Gjatë fjetjes me menu? Menu, sa çfarë rekordi me po. Çka këtë rekordin që e kum thy 2000 kg, atë që shka qenë kja, kum hi rastisht në TikTok, edhe një gjallë, edhe kum kontaktu me to, edhe e petë përshklizoj Rosin e përshëndet, a i ka qenë, do më thonë, iniciator që unë e kum thy këtë rekord. Vesh me ka po tag. Do më thonë, edhe këta në animojnë sportistaf që të qojnë pesha trona, në animojnë këtë aspekt, se ma bën tag për shembull një person që ka thy një rekord. Absolutisht. Ky personi është i vështris, ai kojt është nuk e di, edhe pa ta kontaktu një herë me to, pa ta fol me to, edhe ai domethënë ka qenë sebeb se unë e kum thy 1531 kg. Se nuk e kum po në këtë rekord. Interesant kjo. Edhe një shumë ka telefonues, pe marrim edhe një të fundit, domethënë. Alo? Zërën e televizorit, lutem. Alo? A u shkëput linja?
E kemi linjen shumë të ngarkume për këtë arsye nuk po mundemi me i marrë gjithë telefonus. Mirë. Edhe një kërkesë me rite kemi nga Shqipëria, ka shumë mesazhe thonë se sfidën e radhës duam ta shohim në Shqipëri. Po të ftojnë. Në ku menu këto. Edhe pa ta thonë në një emision që rekordin që nuk e la Shqipnin pa një rekord Guinnessit, po këtë problemi tash këtu është sa ma lejen mu Guinnesi. Po pra ka dhe aty rregullat që me pa. Mund qofse A mundesh me qenë rekord edhe i Kosovës edhe i Shqipërisë edhe këto për shkakun do të më vetë se çefi më i madh është që me nga një rekord në secilin vend ku ka shqiptar ke mundësi me thyr. Për zotin e madh që thotë se çka menu për rekordin çka shumë rron mend. Hajde. Unë besa në zot që ku menu, domethënë çdo qytet Kosovës më apo dhurot kanë rekord Guinnessit. Pak shumë re? A besa në zot se çto e ku menu. Mos po mendon që kemi jetu 200 vjet. Mitrovic, Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gilan. Nga një dhurat mjalon. Mu më kujtu diçka. Çfarë ëndra she? A she edhe ëndra do me thonë ma ndryshe, do me thonë kështu ma sportive? A ka diçka që prej ëndrës do me thonë një inspiru dhe ke bë realitet, sikur atë tagun e TikTokut? Pasha zotin ëndra. A she ëndra të buta atë rrezikshme? Jo, valla tash po ka zë drejt para 2 dite më kon flajtën, edhe bashortja, ku me ditë që më thirash, e kisha pas ka përfiti gati, kisha pas plas. Edhe ëndrat isha për faqënësis. Mos e frikso bashortën se herën tjetër se gjen aty fare. Po jo, se si po mua fëmija, ta jam ma shumë e fëmijë, po merret po. Shumë telefonata, por na duhet këtu që ta përfundojmë. Hulku, edhe njerë po e them, urime dhe të prifte mbara në sukseset e tjera. Shumë falëmeres për juve, ju uroj edhe juve sukses, e sholla sa ju shoh edhe juve nalt e banalt. Urojmë që t'jetë ashtu.